Po sepse në radhë parë duhet përcaktojmë se ndaj kujt po bëjmë opozit. Nëse bëjmë një analizë të partive politike jo thjesht si sigla apo si individ Rama, Berisha e me radhë, por si interesa që ato përfaqësojnë, atëherë duhet të bëjmë, mund të përmend 3 pika kyçe që ndajnë lëvizjen bashkë nga partitë e tjera. E para lidhet me faktin që në korrik të këtij viti 2026 do bëjmë plot 10 vjet nga votimi i reformës në drejtësi në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe na pëlqen ose jo, fakti është i qartë që është pikërisht sistemi i drejtësisë ai thelbi që ka delegitimuar qeverinë e Edi Ramës. Tani nëse pyesim qasjen e Sali Berishës, është që ta shkri fare spakun. Pra në këtë pikë Berisha dhe Rama kanë të njëjtin interes dhe është qartazi interesi kundër sa i përket lëvizjes bashkë që do një sistem drejtësie të pavarur. Kur vjen puna pastaj tek qeverisja e tyre, e Berishës dhe Ramës, lidhja e tyre me oligarkinë ekonomike dhe mediatike pra. Mirë, ju s'doni opozitën e Berishës, po puna është që ju nuk bashkoheni me asnjë opozitë tjetër. Jo, çështja është që po flasim dhe po analizojmë sistemin për të shpjeguar se ndaj kujt po bëjmë opozit. Atëherë pjesë e sistemit është fakti që karrigi e pushtetin këto 35 vjet, kushdo që ka ardhur në krye të qeverisë, ka qenë lidhja me oligarkinë, sidoqë karrikja që ka ushqyer oligarkinë dhe oligarkia më pas që ka shërbyer për ta mbajtur këtë karrike. Qartazi këtë sistem e ka sofistikuar Edi Rama, shumë herë më mirë se sa Berisha, por modeli është po i njëjti. Interesat janë po të njëjtat. Thjesht për momentin ka dalë pari Edi Rama. Qasja e lëvizjes bashkë në kryeherës, arsyeja pse jemi kthyer në parti politike është që të kundërshtojmë këtë sistem të ngritur oligarkiko politik.